shto Erion Belia një deklarat për mediat. Kështu që Spari do duaj që të falenderoja kolegët e SPAK-ut, një institucion që unë vetë s'kisha pas të bëjam përpara, po që mbas këtij takimi ma ka rritur bindjen që është bërë një investim për së mbari në Shqipëri. Është krijuar një institucion serios, isha me 2 kolegë hetus profesionistë. Në vendimin e zbardhur prej 114 faqesh të apelit të posaçëm të GJKK-s, në datën 13 mars, gjyqtari Enger Plumbi thekson se bashkëpunimi ndërmjet Erion Beliajt, Ariola Xhodës dhe biznesmenit Alman Abule përmbush elementet e një grupi të strukturuar kriminal, sipas neni 284 fraksion A të Kodit Penal. Sipas gjykatës, bashkëpunimi i tyre ka ndodhur jo rastësisht, por është zhvilluar për një kohë të gjatë, në mënyrë të përsëritur dhe me qëllim të përfitimi material, duke u kualifikuar kështu si bashkëpunimi i veçantë kriminal. Ky konstatim i apelit i referohet kryesisht provave të mbledhura nga SPAK, ku janë kërkuar dhe përgjime për 3 të hetuarit. Megjithatë, gjykata thekson se për momentin, ky bashkëpunim i strukturuar kriminal nuk do të merret parasysh për vendosjen e masës së sigurisë ndaj tyre. Kjo për arsyeën për të mos synuar parimi ligjor që ndalon përkeqimin e pozitës së të panderuara gjatë hetimeve. Gjykata lë SPAK-ut detyrën që në vijim të hetimeve të bazuara në fakte konkrete të vlerësojë më tej këtë bashkëpunim kriminal. Në vendim po ashtu janë zbardhur dhe disa materiale denigruese, fyese dhe kërcënuese ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilët janë përdorur si pjesë e presionit ndaj institucioneve të drejtësisë. Kjo çështje pritet të vijojë të jetë në vëmendje të drejtësisë, ndërsa SPAK ka në dorë të thellojë hetimet, vetë ndërmarrë veprime të tjera ligjore ndaj Beliajt, Xhodës dhe Abules.